Do i themi apo jo, se e kemi zakon që themi të vërtet. Gjithsesi na pëlqen shumë që Albina na ka bërë bashkë në një ditë jo jave, se do ishim të lodhur, do ishim ndoshta pa gjumë, kështu që jemi të çlodhur, është fundjavë e bukur në Tiranë, dhe pse jo të themi disa gjëra për publikun e saj të mrekullueshëm. Kjo intervistë realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme, është kutija e Pandorës, po, edhe nuk janë gjithë qytetet e botës tu, por janë pyetje shumë të mira për të nxjerrë disa të vërtetat që ne nuk i kursejmë asnjëherë në programin tonë. Mendoj që kjo është formula më e mirë që ne mund të bënim një intervistë. Mënyra më thjeshtë ndoshta që neve na bëjnë përgjigje. Se prezantuesit kanë edhe një vesë që flasin shumë, kështu që më mirë t'i lësh. Edhe duhet t'i themi publikut dhe gjithë shikuesve të Nxun që ne jemi dy prezantues që nuk kemi komunikuar paraprakisht fare me Albinën. Mos na bëj këtë pyetje, na pyet për këtë, evidenton këtë, shmang këtë, për kundrazi. Do jemi të vërtetë, nuk e di ç'është pyetja parë. Alma, ty bravo qofsh që e morë këtë. Po, unë e mora, besoj ne i përgjigjemi pyetjeve që marrim, apo ja bëjmë kolegut. Si funksionon? Besoj është më mirë që unë të pyes ty, sepse më pëlqen ta bëj punën edhe në fundjavë. Ke një pyetje shumë të bukur. Frika më e madhe e jetës time është? Cila është frika më e madhe e jetës tënde? Përveç se të flakesh. Tani do të ndoshta do të filloj pak shumë klishe, por ke përsëri gjithë ne i friksohemi vdekjes apo humbas njerëzit e zemrës edhe njerëzit ta cilën ne nuk bëjmë dot, dhe ndoshta këtë do e konsideroja humbje më të madhe, por nëse e shmangi këtë sepse nuk dua t'i jap të efektin negativ se këtë Jo, është emocionale. Është shumë emocionale. Është e bukur. Mendoj që frika më e madhe është humbas njerëzit që për mua janë gjithçka në këtë jetë, për cilët unë gjithçka bëj për ata, ndoshta nëse konkretizoj në diçka më të përditshme, do ishte gjarpri. Pra, brenda këtij muaji i premtoj publikut që do të sjell një gjarpër në studio. Do të sjell një gjarpër dhe është universi që po flet përmes pyetjeve të Albinës. Nuk duhet ta bëj. Unë do e lë studion, Do lësh studion. I mbetet publiku ta shoh se ç'do ndodh. Ç'ka rezervuar fati në Zoom për mua? Andreto. Mbyllë kutinë e Pandorës se dele keqa. Tani duhet bëhemi student nga Cezaria, ti do bësh jo. Tani pyetja që Albina ka menduar është, a ju pengojnë shkrimet në portale dhe a keni reaguar ndonjëherë kur të fronë? Po, mua më ka ndodhur vetëm një herë që është abuzuar me një intervistë time, edhe është nxjerrë diçka totalisht nga konteksti. Aty e kam kuptuar, unë e kuptoj punën e gazetarëve që duhet patjetër të bëjnë një lajm i cili do sjell klikive, por duke cënuar integritetin e dikujt dhe duke nxjerrë gjëra nga konteksti është e shëmtuar. Dhe unë kam bërë atë çka bëjnë gjithë kolegët syrjan, i kam kontaktuar, edhe në disa media, jam e lumtur, kam gjetur bashkëpunim edhe artikulli është vendosur, është hequr, është fshirë. Kështu që... Prince Albina ka shkruar diçka tjetër. Çfarë shkruan aty? Po. Po vete ke tepruar ndonjëherë me tipit? Po. Mam, do ketë pa u fejuar. Syrjanin duhet ta fejojmë, kështu që djali mamit gatuan mirë, ka nisur të gatuaj mirë. Kujt i ka thënë të dua së fundmi? I love you. Tani, se nuk është bërë dhe adet të betohemi. Tregoj gjë. Nuk është bërë adet të betohemi, por unë kam një kohë relativisht të gjatë që jeta ime sentimentale është një skëterë vërtet. Nuk do të qesh, por okej. U përgjigj me sukses. Po me thonë të drejtën do doja t'i thojë t'i kujt të dua. Kështu që vajzat e Kosovës. Vajzat e Kosovës. Kjo është fiks pyetje që duhet të më binte mua. Por? Do të ra ty fiks ty që s'do të përgjigjesh. Cili është moderatori më i keq në Shqipëri? Më dobët në trojet shqiptare. Mund të shkosh në Maltëzi, në Kosovë, në Maqedoni dhe sigurisht në Shqipëri. Po pse të shkoj larg është pyetja. Do të them se të shkosh larg. Do doja që mos më ftoren kurrë kjo pyetje, e urrej, asnjëherë nuk i përgjigjem, sepse mendoj që kushdo që përpiqet të bëj këtë punën tonë,
realisht bën apo nuk bën për atë punën, e gjykojnë individët që japin hapësirën dhe kush jemi ne, në radhë për ata që japin hapësirën, pastaj është publiku ai që vë vullën. Po mendoj që në mendimin tim, është pak përgjigje abstrakte, po Albina do ma pranoj se nuk kam çfarë të bëj. Po ta pranoj unë, se unë po t'intervistoj. Jo, po do ta pranosh edhe ti se s'ke ku shkon, ne do vazhdojmë punën, kemi vite gjatë përpara bashkë. Mendoj që çdo njeri që s'ka të bëjë me gazetarinë për mua nuk duhet të jetë moderator. Pra, mund t'jesh komedian, por je komedian, nuk bësh dot moderator. Mund t'jesh aktor i mirë, nuk je moderator. Mund t'jesh modele, nuk je moderator. Mund t'jesh showgirl, nuk je moderatore. Pra, ti bën një punë, por kjo s'të bën ty moderatore dhe gazetare të mirë. Themu, çdo kush që vjen nga gazetaria, për mua është i vlerësuar. Dhe mendoj ka të bëjë shumë formimi. Pra atë çka përcjellin. Dhe këtë e kam patur shumë fillimet e mia, është pak mendim idealist. Njerëzit më thonë që vazhdon të jesh idealiste dhe ke gabim, po mendoj, kështu e mendoj realisht. Tani, regjia Albina pranon. Konfirmojmë, e konfirmojmë. Të pyetja ishte me emra, donte emra. Do t'japësh një emër ti për mua dhe shpëton kolegen? Ja, ruaj këtë pyetjen, po më një anë, s'ta jap. Po. Ç'keti, ruaj kështu po. Do ta thuash. Po e ruaj këtu. Është pyetja e fundit që do bëjmë Syriani dhe ai do japi një emër. Më pëlqen shumë që më ndihmon. Po mendohem. Kjo pyetje është fantastike, është shumë e bukur. Nuk e di pse nuk e kam bërë ndonjëherë program. Sa paguhesh në muaj dhe hash të kënaqsh me paga? Të lutem edhe siguracion. Folë Syrian tani sa para mirë. Jo, lek, shifra. Sa para mirë, sa e ke kontratën me Vision Plusin, folë. Shiko, Alma për shumë zero. Inshallah hapim dhe biznes, dhe i ditë. Uroj me zemër, se ku kanë kolegët kemi dhe ne. Ja, konfirmoj. Ditën që Albina do vinë në 7:05 dhe do i përgjigjen kësaj pyetje, ato ditë do ja kthej dhe unë përgjigjen. Kështu që Albina, kur të vish në 7:05 në mëngjes, e të më thuash përgjigjen e kësaj pyetje, atë ditë unë do të kthej përgjigjen time shumë të sinqertë. Sot jo. Ashan shpesh. Nëse ja. Po, si. Si. Ja, tani kalim temë, si Syrian. Jo se dhe ndohet jam në ndjetë. Mund ta tregosh me shej. Albina, do e bësh me pip këtë? Do e bësh me pip, o? Të lutem, kamera për ty. Turp të vi. Ja, është vend publik. Është vend publik. Të mërshme. Tërkohës, kjo është sharja ime e zakonshme, sa që kur jam irrituar, kur jam i gëzuar, kur jam diçka në mes të këtyre dy ndjesive, jam gjithmonë duke e thënë të kanë e kam të parë. Madhe. Jam për shumë kur jam i gëzuar, kur jam vërtetë. Albina, disa herë të lutem, censuroje. Kështu që po do bësh një pip të gjatë. Pa. Por e them, në të drejtën se mirë bën. Sa që kam lexuar një studi një herë, do të bën mirë të shash. Me ty, persona që shajnë shpesh janë persona që presupozohet të kenë një nivel të lartë koeficienti inteligjencë, IQ-ja. E kam lexuar. Si popull që kemi zgjuar dhe preferoj ta besoj. Çfarë? Prap kam ndonjë pyetje nga ato që se përgjigjem. Po pse më vjen mua këto pyetje? E ke dorën shumë keqe, më thuaj. Nuk e di. Në fakt këto pyetje janë sikur të kishe shkruar vetë me thënë të drejtën. Albina është konsultuar gjë me ty? Jo. Po çfarë? Dukshëm unë dhe Albina jemi në një temë Syrian, të ditë ato përgjigje që keni pasur një jetë. Po të përgjigjem unë, patjetër që po. Po kjo është shumë e lehtë për të përgjigjur. Radh parë, të gjithë ne kemi shumë dështime. Dhe gabimi më i madh që ne bëjmë është të mendojmë që do ja hedhim paq kësaj jete pa gabuar dhe pa dështuar. Ku dështimet dhe gabimet, unë mendoj që janë formula më e mirë për të rritur. Dhe unë mendoj që dështimi më i madh që unë kam patur, nëse mund ta quaj dështim, po dështim e quaj unë sepse vërtet unë ka pëlqyer, ka qenë programi i parë që unë kam bërë. Tash do përgjigjem kur Albina të vi në program tek unë dhe të më thotë këtë gjë, dhe unë do t'i përgjigjem me shefin më të madh në atë moment. Është bazë. U përgjigja unë? Po, pavarësisht se fjalë futi e thash po, më fal, mora nga koha jote. Ke marrë nga koha ime, në parlament është e bërnami për këtë gjë. O, sa pyetje e bukur, nuk e di pse pyetje para dhe vetëm tek ty. Nuk e di, këtu do isha përgjigjur unë me gjithë qef. Sa para i ke në xhep për momentin, na trego portofolin. Po për zotin.
do më ndihmoni me çfarë. Mos ke marr para kastilit. Jo, po se dinte. Se bëj shaka, të lutem tani trego. Ku ka qenë rroga për të fundit? Jo, unë kam para. Që ta dini unë kulet kam 40.000 lekë. 40.000 lekë. Çfarë do bësh me këto sot? 40.000 lekë. Ke dhe të holla, tregoj gjitha, po kart ke? Krediti apo debiti? Dhe pastaj unë çdo blerje fatmirësisht jetojmë në një qytet që çdo blerje ne e bëjmë me kartë. Këto janë para që ti ke për të shtyr ditën. Kjo para që mu gjendën kuleta. Ti do i paguash kafe? Po, mos e vrim në drekën, se kemi kartën të thash, paguhet me kartën ditë që jetojmë. Rrofshi që erdhët se më në fund dola dhe për Unë drekë. ka për vetës një betim, momenti që jam për pjesë e ekranit, do jemi vërtet, nuk do bëj asnjëherë se personi pasur, se personi. Ja, ata them sa janë, pritë mos kam dojë. Mos ke një 50 lekë edhe e lë e mban rezervë aty. 300 për i dalet. 21.000 e 600 lekë. Jo, nuk janë 21.000, janë 41. 41.000. Po 20 i prishësh pra. Në euro, Albina do ishin 41 euro, jo 42 euro. 42 euro. Se ka rënë euro shpërsuar. Po, 42 euro kushdo që ka e me nxjerr pagesë fundjavën me këto para. Po sot e diel është, Sot e dielësh, po pra fundjavën thash. drekën do e ha, darkën do e gatuar. Do paguaje këtu drekën. Më the apo jo, e premtove. Edhe ekipit që po na xhiron tani. Edhe stafit. Vijojmë. Ja. Këto pyetje parave Albina do kisha qenë shumë e mirë se vdes të flas për para, sepse gjithmonë kush i ka marrëdhënien keq me lekët ai flet më shumë. Prap kam dhe një pyetje që s'përgjigjen dot. Pas kam shumë fatzes. Po do e bësh, kjo është shumë pyetje thjesht, po ne di që ti do e bësh. Po pse më thua gjithkohë Sepse do shumë? të tregosh këngën që së fundit është për fiksim dhe do na këndosh pak. Por rëndësishme është ta Jo, këndosh. e Sa tmerr. nuk e bëj, unë e di shumë mirë. Albina, pse? Unë jam nga ata njerëzit që ti nuk do kur ta dëgjosh që këndon, Ja, e di, ja. sepse mund thyen pjata, xhama. Hajde, me ato love song të Adele. Të me do më ndihmosh ti ta këndoj. Ose di këngën. Si se di ti këngën, po kam javë që këndojnë punë, gjon ndonjëherë moti apo jo? Prapë, s'ke mbajnë tekstin. Thuaj një këngë tjetër të Adele. Jo, vetëm atë kam kënduar, kam një muaj që këndoj atë. I know, e di. You make me feel like I'm fun Jo, again. këndoje, jo recitoje, si komuniste. You make me feel like I'm këndoje dash. Dua të hidhem nga diku. Ka ti Është larg këtu. Ti treti. Ua, sa e ka, është një ka gjë të sikletshme që unë dua, mendoj të bëj në publik, është të këndoj se jam keq. Shiko, dhe publiku që më dëgjon, unë do ta këndoj për fat keq, po dhe publiku që më dëgjon, do thotë në fund, po mund që kursyer më motor. Ja, në po ti prezentue se je nuk shquesh për këngëtare, pse kompleksohesh? Ku këndojnë të tjerë tuaj? Këndojnë veshaj, You make me feel like I'm fun again. Jo, Nuk e këndoj dot. Nuk e këndoj dot. Po në ndihmon të Surjani do ishte shumë e lehtë sepse ai këndon. Nuk e di këngën do ndihmohet, e di që unë këndoj, se ka problem fare. Po nuk e di këngën. Asgjë melodike. Jo të më thojë ndonjë Skyfall, ndonjë Million Years Ago të Adele, ta këndoj unë po. Këndoj këtë Million Years Ago. Këndoj pak, kape pak të. Ka pak të. E kam dhënë shumë për zemër tek. Ja, këndoj Surjani për ditë. Po kolegu mirë është për këtë ditë vështira. Po si ishte ajo, kur kanë kolegët jemi dhe ne, ha? Po, kur do ku këndon kolegu, këndoj dhe unë. E shpëtojmë. Jam bloz, Albina. A ka xhelozi mes kolegëve? Çfarë pyetje? Po kjo është parajs, Shqipëria është parajs. Si ka xhelozi mes kolegëve në Shqipëri është shumë abet. Tani Tani pyetja është për mua dhe Almin apo është? Jo, është vetëm për ty Surjan, vetëm për ty Surjan. Jo, regjia më komunikon që është për të gjithë. Është për të gjithë apo Unë është? do i përgjigjem asaj që ti don ti përgjigjem. Jo, se bis në një luftë tretë botërore. Por të kemi pyetje që unë mund të përgjigjem pa kënduar. Mos them you make me feel I am fun again. E shkoj që e di e këngën? Jo, i këndoj Ariana Grande. Kur ke qarë Alma për herë? Të paktën gjithë ditën, gjithë muajin, në gjithë ditët e javës, kemi gjithë momente vështira. Unë këto kohë kam qenë shumë melankholike,
nuk e di pse, duhet pyes Merigjinin që është astrologe jonë e dashur, mos kam ndonjë gjë në gjësi, por kam qarë vetëm 2 ditë më parë, sepse jam në një fazë që po analizoj gjithmonë më shumë kohën që nuk kaloj me familjen. Edhe Praktikisht nuk i vjet 2 ditë më parë, vjet tani. po. Albina pa që më prezent këtu, na bënte të qani, mu nuk e di domethënë, por që vërtet. Nëse ka një gjë që më bën të lotoj të kohë, vetëm mungesa e kohës me familje. Edhe kjo ndodh shumë shpesh, nuk ndodh pak herë, kështu që dhe nuk ka asgjë të gabuar që ta pranosh. Jo, mendoj që është. Po, Albina. Po. Albina ta paqa borgjë Albina.